Nof ka që mbreti Charles i ka dhënë Meghan Markle flet shumë për marrëdhënien vjernuse. Nof ka që princi Harry i vë Meghan Markle është thjesht një nof, me sa duket ai e quan atë Meg, ndërsa gruaja e tij preferon Haz ose H. Por është nof ka që mbreti Charles i dha asaj që meriton një përmendje të veçantë. Marrëdhëniet midis vjerit dhe nuses janë aktualisht civile, por jo të përzemërta, megjithse ai e shoqëroi Meghan drejt altarit ditën e dasmës mbretërore. Deklaratat në media rreth racizmit edhe më shumë dhe dalja e parë kanë shkatëruar një marrëdhënie që filloi me respekt dhe mirësjellje. Sipas një libri të kohëve të fundit nga Tom Bower, të titulluar Tradhtia, Camilla gjithashtu ka një mëri ndaj dukeshës. Mbretëresha thuhet se i ka rrëfyer një shoqe se ishte e bindur se Meghan i kishte shplar trurin djalit të saj të bashkëshortit dhe kishte bindur atë të distancohej nga familja mbretërore. Nof ka që Charles i vuri nusës së tij. Megjithatë, pati një kohë kur gjithçka po shkonte mirë midis Charles dhe Meghan, siç raportohet nga Daily Mail. Princi Charles i vuri kurorën Meghan Markle tungsten. Jo, nuk është një epitet për çmues, përkundrazi, siç analizoi Charlotte Griffiths në Mail a Sunday. E admironte Meghan për forcën e saj dhe mbështetjen që i dha Harryt, i cili kishte nevojë për një figurë të fortë në jetën e tij. Tungsteni është në fakt një metal shumë i qëndrueshëm dhe i fortë, kështu që ishte një mënyrë për të njohur karakterin dhe vendosmërinë e fortë të Meghan. Ajo është vërtet e zgjuar dhe simpatike, ajo e bën Harryn të lumtur dhe ne nuk mund ta pëlqeni më shumë. U rrëfeu monarku njerëzve të brendshëm në atë kohë, një ndjenjë që bie ndesh me klimën aktuale të ftohtësisë dhe distancës, të lidhur nga një pasion për historinë të cilën ish buri i zonjës Diane e studioi në universitet dhe filantropin, vjeri dhe nusja dukeshin të destinuar të bëheshin shok të ngushtë. Megjithatë, sot ata nuk mund të jenë më larg, por kjo nuk do të thotë që Tungsten nuk do të bëjë diçka për t'i bërë ata të ndryshojnë mendje.